A e kuptoni ju se çfarë lloj armatimi modern ka ardhur Shqipëria apo se kuptoni më? Është nga ai lloj armatimi që shumë shtete të botës mbajnë radhë në listë pritje për ta blerë dhe nuk e blejnë dot sepse do marrëdhënie shumë të mira diplomatike me Amerikën. Ka qenë vetë ministri i mbrojtjes, i cili ka bërë të ditur në një postim të tij në Instagram që në Shqipëri, në një vend sekret, ka ardhur ngarkesa e parë e raketave Javelin. I keni parasysh ato videot e luftës Ukrainë-Rusi ku edhe tanku më i frikshëm rus u kthete në copa hekurishte dhe ishte i pavlerë. Është një lloj rakete që përdoret nga dy ushtar, ku njëri vëzhgon tankun dhe tjetri qëllon armën, dhe është nga ato shoot and forget. Do thotë që në momentin që ti e shënjestron tankun, tanku është i vdekur, as e kupton fare nga vjen raketa. Kështu që kjo video është për të gjithë nostalgjikët e kohës së Enverit, që thonë jo po atëherë kishim 300 tanke, 500 aviona, 1 milion kështu e 3 miliona ashtu. Sot një tank që kushton 7-8 milion euro është i pavlerë përballë kësaj rakete që kushton diku te $100.000. E kuptoni ju ç'i thojmë? Kemi marrë raketa që janë ëndër e çdo shteti. Normalisht edhe Kosova ka nevojë sepse ka problemet e veta në kufi, po kjo është nga ajo lloj arme që tankun e nxjerr të pavlerë. Kështu që ç'a ta blesh një tank Ariete për shkakun që është markë italiane, që kushton $5-6 milion, kur blen $100.000 këtë raketë. Në teori, nëse Shqipëria ka 101 raketa dhe armiku ka 100 tanke, e dini kush e fiton luftën? Normal që Shqipëria. Kjo nuk do të thotë që Shqipëria po përgatitet për luftë, kjo janë thjesht për vetmbrojtje. Kështu që kaq është video për sot, shihemi prapë nesër.